Kur një klasë e tërë u zhduk në vitin 1988, askush nuk mund ta imagjinonte se çfarë historie të frikshme do të zbulonin 35 vjet më vonë, kur më në fund u gjetën. Ajo që ata rrëfyen pas gjithë atyre viteve misterioze, do të trondiste çdo dëgjues deri në palc. Pylli, zakonisht i mbushur me zhurmat e zogjve dhe fërshfërimat e gjetheve, tani qëndronte i heshtur, një qetësi e rëndë dhe pazakontë që shtrihej mbi të gjithë. E vetmja gjë që e prishte këtë heshtje ishin frymëmarrjet e çrregullta dhe të edhshme të një gruaje që vraponte me të gjithë forcat mes pemëve të dentura. Këmbët e saj, të lodhura dhe të dridhura nga sforcimi, vazhdimisht pengoheshin nga rrënjët e trasha të pemëve që dilnin nga toka dhe nga gurët e shpërndarë gjithandej, por ajo refuzonte të ndalonte. Çdo hap ishte një luftë e dëshpëruar për të shpëtuar. Çdo lëvizje një akt mbijetese kundër një force të padukshme që dukej se e ndiqte. Ajo hidhte shikime të shpejta mbi supe, sytë e saj të gjerë dhe të mbushur me tmerr të pastër, sikur diçka e pamëshirshme po i afroi gjithnjë më shumë. Një hije që ajo nuk mund ta shinte, por e ndjente thellë në shpirt. Frika shtynte përpara me një forcë të jashtëzakonshme, dhe kur trupi i saj filloi ta tradhtonte. Këmbët i rëndoheshin si të ishin bërë prej plumbi. Ritmi i saj i shpejt ngadalsoi kundër vullnetit të saj të palëkundur dhe më shpejt nga sa mund ta pranonte mendja e saj e lodhur, forca e braktisi plotësisht. Trupi i saj u dorëzua dhe ajo u rrëzua me një zhurmë të mbytur në një hapësirë të hapur mes pemëve të larta. Gjoksi i saj lëvizte me shpejtësi, duke u ngritur e ulur në një ritëm të çrregullt, ndërsa përpiqej të kapte frymën dhe ndërsa godiste dy shemene lagësh të pyllit të mbuluar me myshk dhe gjethe të kalbura. Pamja e fundit që i ra në sy ishte qielli. Një gri e largët dhe e turbullt, e filtruar përmes shatisë së dendur të gjetheve, para se gjithçka të errësohej dhe bota e saj të zhytej në një errësirë të plotë të pafund. Orët të tëra kaluan në atë qetësi të rënd të pyllit, pas një shenjete përreth, derisa një alpinist lokal rastësisht ndeshi në këtë skenë tronditse. Ai ishte një burr i moshës së mesme me flokë të thinjura dhe një shkop alpinizmi të vjetër të gërryer në dorë, që po shijonte udhëtimin e tij të zakonshëm të fundjavës në përshtyqjet e njohura të pyllit të Millbrookut. Ishte një ditë e zakonshme për të. Ajri i freskët i pyllit i mbushi mushkrit dhe tingujt e butë të natyrës e shoqëronin në çdo hap. Por papritmas, diçka i tërhoqi vëmendjen. Një pamje pazakontë që shtrihej pak jashtë shtegut të rrahur, ku ai zakonisht ecte. Zemra i rau fort në gjokës, ndërsa ju afrua me hapa të ngadaltë të kujdesshëm, duke u përpjekur të kuptonte çfarë po shinte në atë çast. Kur arriti mjaftueshëm afër, e kuptoi se ajo që kishte para syve ishte trupi një gruaje. Mezi duke marrë frymë, rrobat e saj të grisura dhe të njollosura me balë të gjethe, lëkura e saj ishte e zbetë si ajo e një fantazme dhe trupi i saj i dobët, sikur kishte kaluar nëpër një makth të gjatë dhe të pamëshirshëm. Pa humbur as një sekond, ai ul në gjumë pranë saj, duke shtrirë dorë me një lëvizje të nxituar për të kontrolluar pulsin. Gishtat e tij ndjej një rraje të dobët, pothuajse të padukshme në lëkurën e saj të ftohtë, por ajo rraje e lehtë ishte aty. Ajo ende jetonte, dhe ky zbulim i dha një ndjenjë urgjence të menjëhershme. Me një përpjekje të madhe, duke lëshuar një rëkim të lehtë nga tensioni dhe pesha, alpinisti e ngriti grua në krahët e tij. Trupi i saj ishte i dobët dhe pa jetë dhe varri kundrejt tij. Kokën e varur mbi krahun e tij si një kukull e thyer. Ai nxitoi drejt kamionit të tij të parkuar disa qindra metra larg. Çdo hap ishte i rënduar nga pesha e saj dhe nga ndjesia e ngutshme që çdo sekond mund të bënte ndryshimin mes jetës dhe vdekjes. Nuk kishte asnjë ide kush mund të ishte ajo, çfarë kishte ndodhur për ta sjellë në atë gjendje të mjerueshme, apo nga vinte, por një gjë që ndronte qartë si drita e diellit. Ajo kishte nevojë për ndihmë dhe ai duhet të vepronte shpejt për të shpëtuar. Pasi u gjet dhe u shpëtua nga ky alpinist i palodhur, gruaja u dërgua me urgjencë në spital, ku do të zbulonte një histori aq të frikshme sa do të linte pa fjalë të gjithë ata që do ta dëgjonin. Mjekët dhe infermierët u hodhën menjëherë në veprim, duke punuar me shpejtësi dhe me një saktësi të stërvitur për ta stabilizuar gjendjen e saj të rëndë. Ajo gjendej në një pikë kritike. Dehidratimi i rënd kishte tharë trupin e saj. Lodhja ekstreme kishte raskapitur çdo fije energjie dhe trauma fizike kishte lënë gjurmë të dukshme në lëkurën dhe muskujt e saj të dobësuar.
Ajo kalonte vazhdimisht brenda dhe jashtë vetdijes, sytë e saj duke u hapur për çaste të shkurtra dhe vetëm për të mbyllur sërish, pa qenë kur në gjendje të qëndron një zgjuar aq gjatë sa të fliste qartë apo të shpjegonte çfarë i kishte ndodhur. Fjalët e saj ishin të fragmentuara, të humbura mes murmurimave të dobta dhe të pakuptueshme, si një enigmë që askush nuk mund ta zgjidhte ende. Nuk ishte deri të nesërmen, pas një nate të gjatë plot ankth dhe pritje për stafin mjekësor që ajo filloi të përtërihej sërish. Çpallat e saj u hapu ngadalë, duke u dridhur nga përpjekja për të kapërcyer lodhjen e madhe, dhe shikimi i saj turbull filloi të dallonte pak nga pak mjedisin përreth. Ajo mund të shquante muret e bardha sterile të dhomës së spitalit, dritën e ftohtë që reflektonte nga sipërfaqet e pastra dhe tinkujt e butë të pajisjeve mjekësore që bënin zhurmë të vazhdueshme në sfond. Por sapo kujtimet e pyllit u kthyen si një vale fuqishme dhe pamëshirshme, një panik i thellë përtheu të gjithë çrënin e saj. Zemra e rau fort në gjoks, duke dërguar një val adrenaline nëpër venat e saj të dobësuara, por trupi i saj raskapitur nuk mund të reagonte me më shumë se një lëvizje të lehtë të kokës dhe një shikim të dëshpëruar. Një infermierje e cila po kalonte pranë shtratit të saj për të kontrolluar pajisjet, vuri re lëvizjet e saj të vogla dhe nxitoi menjëherë te ajo, me një shprehje të butë në fytyrë. "Është në rregull, je sigurt tani?" tha ajo me një zë të ngrohtë dhe qetësues, duke u përpjekur të largonte frikën që i lexoi qartë në sytë e gruas. "Je në spitalin e përgjithshëm të Millbrookut, të jesh mirë, ne po kujdesemi për ty." Por gruaja tundi kokën dobët, duke luftuar me fytin e saj të thatë dhe të acaruar nga mungesa e ujit. Zëri i saj doli si një përshpëritje e vështirë, pothuajse e padëgjueshme mes zhurmës së dhomës. "Më duhet të flas me një oficer policie," tha ajo me mundim. Sytë e saj të dëshpëruar dhe të egër kërkonin diçka për te fjalëve të thjeshta, një urgjencë që infermierja nuk mund ta injoronte. Infermierja hezitoi për një çast dhe befasuar nga intensiteti dhe vendosmëria në zërin e saj të dobët, por pastaj u përkul me një shikim të shkurtër mirëkuptimi dhe u largua nga dhoma për të telefonuar policin, duke lënë gruan të shtrirë aty, me mendjen e saj të mbushur me imazhe të tmerrshme që nuk mund t'i shpjegonte dot. Detektivi Michael Hayes u thirr menjëherë në spital duke lënë çdo gjë që po bënte për të arritur sa më shpejt të mundej. Ai kishte parë shumë raste të çuditshme gjatë karrierës së tij të gjatë, krime të pazakonta, mistere që kishin mbetur të pazgjidhura për vite me radhë, por diçka rreth këtij rasti të ri e bëri të ndjente një tkurrje të pazakontë në stomak, një parandjenjë të errët që nuk mund ta shpjegonte me fjalë. Kur hyri në dhomën e spitalit, ai gjeti gruan të shtrirë në shtrat, të rrethuar nga batanie mjekësore të bardha që kontrastonin me pamjen e saj të çrregullt, por me një shprehje të shqetësuar që duke se e konsumonte nga brenda. Ajo dukej pothuajse sikur diçka po priste të shpërthente për saj, një tension i fshehur që e mbante në një gjendje të vazhdueshme ankthi. Ai qëndroi për një moment në këmbë, duke e vështruar nga larg me një shikim të kujdesshëm dhe të matur. Trupi i saj brisht ishte ende i mbështjellë me batanie, por sytë e saj takuan të tijat me një forcë të papritur. Të gjerë, të ndjekur nga fantazmat e një të kaluare të tmerrshme, dhe të mbushur me një përzierje të çuditshme të tmerrit dhe lehtësimit që la Hayes të hutuar. "Zonjush," filloi ai me një ton të pasigurt, duke mos ditur si ta quante apo si të niste bisedën me këtë grua që dukej kaq e brisht dhe njëkohësisht kaq e ngarkuar me sekrete. Ajo ngriti pa kokën nga jesteku, duke ndërprer me një lëvizje të lehtë. "Unë jam Sofi," tha ajo me zërin e saj si një rokotim të dobët që mezi doli nga fyti i saj i thatë, por me një çelik të fshehur poshtë lodhjes së dukshme që bëri Hayesin të ndalonte dhe të dëgjonte me vëmendje. "Unë jam një nga fëmijët e zhdukur të vitit 1988. Hayes ngriu në vend. Truri i tij ishte duke u përpjekur të përpunonte fjalët që sapo kishte dëgjuar me veshët e tij. Fëmijët e zhdukur të vitit 1988 ishte një histori që ai kishte dëgjuar shpesh si një legjendë lokale, një mister që kishte tronditur qytetin e Millbrookut dekada më parë dhe që kishte mbetur i pazgjidhur, i mbuluar nga pluri i kohës. "Kjo është e pamundur," tha ai ngadalë duke u munduar të mbante tonin e tij të qetë dhe racional,
ndërsa përpiqej të kuptonte nëse ajo që po dëgjonte ishte reale apo thjesht një halucinacion i një gruaje të traumatizuar. Ata fëmijë, ata kurrë nuk u gjetën. Sofi tundi kokën me një lëvizje të lehtë. Lotët i mbushën sytë e saj të kuqërrend, duke i rënë poshtë faqeve të zbeta. E di, tha ajo, me zërin e saj duke u kthyer nga pesha e emocioneve që po e mbanin brenda. Ne kemi qenë të bllokuar gjithë këtë kohë, por unë shpëtova për të kërkuar ndihmë. Dhoma duke sikur u ngri për një çast. Ajri u bëri rënd dhe i ftohtë rreth tyre. Hajse e vështroi atë, duke u përpjekur të pajtonte gruan në çrregull dhe të topët para tij, me imazhin e një vajze të vogël që kishte humbur mbi 30 vjet më parë. Nuk mund të ishte e vërtet, mendoi ai. Nuk mund të ishte ajo. Ishte një pretendim aq i çuditshëm, aq i pamundur, sa kufizoi me absurdin. Por diçka në sytë e saj, në tonin e saj të dëshpëruar, e bëri të hezitonte dhe të mos e hidhte poshtë menjëherë atë që ajo po thoshte. 35 vjet më parë, një ngjarje e tmerrshme kishte tronditur qytetin e Millbrookut, kur një klasë e tërë me 23 fëmijë dhe mësuesi atyre u zhdukën pa lënë gjurmë gjatë një mësimi të planifikuar në natyrë. Drejtori i shkollës, Clarkson, një burr me flokë të thinjur dhe një shprehje të përhershme të shqetësimit në fytyrë, ishte i pari që telefonoi policinë atë ditë fatkeqe. Ai nuk donte të besonte se grupi thjesht mund të ishte vonuar. Diçka brenda tij thoshte se situata ishte shumë serioze. Policia reagoi shpejt, duke dërguar 2 oficerë për të kërkuar klasën e zonjës Hemington, pasi Clarkson u dha atyre detajet e nevojshme për itinerarin e tyre. Por minutat u kthyen në orë dhe asnjë shenjë nuk u gjet. Më shumë oficerë u bashkuan me kërkimin, së bashku me prindërit e shqetësuar që kishin filluar të mblidheshin jashtë stacionit të policisë me shpresën për lajme të reja. Përfundimisht, një grup i madh burrash marshuan në përpyll dhe policia solli qenë kërkimi për të ndihmuar në gjetjen e ndonjë gjurme të fëmijëve dhe mësuesve të tyre. Përpjekjet vazhduan me ditë të tëra, por asgjë nuk dukej se po funksiononte. Pylli i madh dhe i dendur dukej sikur i kishte gëlltitur ata pa lënë asnjë gjurmë. Kjo zgjati derisa një nga qenët e kërkimit kapi një erë dhe filloi të lente me forcë, duke çuar grupin në një hapësirë të vogël në pyll. Atje, ata gjetën një fjongo të kuqe, të vogël dhe të zbehur, por jo vajzën që i kishte mbajtur atë. Shpresa që kishte lindur për një çast me sprinterëve u shua shpejt. Pas javësh kërkimit të pandërprer dhe pas një gjurmë tjetër të gjetur, të gjithë filluan të kishin frikë nga më e keqja. Si mund të zhdukeshin në ajër 23 fëmijë dhe një mësuese pa lënë asnjë shenjë? Shumë besonin se misteri do të mbetej i pasgjidhur përgjithmonë, një plagë e hapur në zemrën e qytetit. Me kalimin e viteve, njerëzit filluan të largoheshin nga Millbrooku, të paftë për të duruar humbjen e kaq shumë jetëve të reja dhe të pafajshme. Ata që mbetën, përhapnin përralla popullore, duke pohuar se mund të dëgjonin britmat e fëmijëve në pyll gjatë netëve me hënë të plotë, një tikull që u ngjante fantazmave të së kaluarës. Imagjinata kolektive e qytetit u egërsua me teori të çuditshme dhe shpjegime të mbinatyrshme, duke kthyer ngjarjen në një legjendë lokale që rrëfehej me zë të ulët rreth zjarreve. Por tani, 35 vjet më vonë, dikush kishte dalë nga ky mister. Një grua që pretendonte se ishte një nga studentët e zhdukur. Nuk ke pse ta besosh, tha Sofi butësisht, duke thyer heshtjen e rëndë që kishte rënë mes tyre. Zëri i saj ishte duke u dridhur nga emocione dhe lodhja. Por është e vërteta. Kam vrapuar për atë që duket si ditë të tëra, duke u përpjekur të gjej dikë, këdo që do të dëgjonte. Ju lutem, zotëri, duhet të më ndihmoni t'i shpëtoj. Ata janë ende gjallë atje poshtë. Hajse vështroi atë duke u përpjekur të bashkonte copsat e saj, që ajo po i thoshte me një pamje koherente. 30 vjet, numri jehonte në kokën e tij si një ëndër e keqe që refuzonte të zhdukej. Sophie Whitman, vajza që kishte humbur pa lënë gjurmë bashkë me shokët e saj të klasës, tani qëndronte para tij, duke rrëfyer një histori që sfidonte çdo logjik. Me ngurim ai nxori telefonin e tij nga xhepi, duke telefonuar personin e vetëm që e dinte se nuk mund ta injoronte këtë thirrje, shefin Harris. Ndërsa telefoni i binte, Hayes shikoi përsëri Sofine, e cila rrinte ulur duke mbajtur një fjongo të grisur dhe të zbehur në dorën e saj të dritur, me shikim të largët dhe të humbur në sytë e saj. "Shef," tha Hayes, sapo thirrja u lidh.
Zëri i tij i sirnuar dhe i ngarkuar me peshën e asaj që do të thoshte. Kam diçka që nuk do ta besoni. Mendoj se Sophie Whitman është këtu. Kishte një heshtje të habitur në anën tjetër të linjës, e ndjekur nga një frymëmarrje e mpret që tregoi tronditin e shefit Harris. "Hej, a je i çmendur?" u përgjigj Harris me zërin e tij të ashpër dhe të pabesueshëm. "Sophie Whitman, e njëjta Sophie Whitman që ka qenë e zhdukur për më shumë se 3 dekada." "Po shef, e di si tingëllon," u përgjigj Hayes duke shtrënguar urën e hundës me gishtat për të mbajtur qetësinë. "Por ajo është këtu në spital. Nuk e di si, por ajo është e bindur se është e vërtetë." Kishte një pauzë të gjatë në anën tjetër dhe pastaj një zhurmë e nxituar, sikur Harris po mblidhte gjërat e tij me shpejtësi. "Qëndro aty, po vi me një herë," tha shefi Harris me një ton të prerë, duke mbyllur telefonin pa pritur përgjigje. Hayes uli telefonin ngadalë. Zemra e tij ishte duke rrahur me forcë në gjoks, ndërsa përpiqej të kuptonte çfarë po ndodhte. Ai shikoi përsëri Sofinë, e cila ende po vështronte fjongon në dorën e saj. Gishtat e saj ishin të dobët, duke prekur për lurën e zbehur, sikur ajo të ishte vetmja lidhje me realitetin që ajo ende mund të mbante. Shefi Harris voziti me shpejtësi drejt spitalit. Mendja e tij ishte mbushur me pyetje dhe dyshime. Kur hyri në dhomën e Sofisë, sytë e tij ranë menjëherë mbi fjongon e grisur që ajo mbante në dorë. Ai e njohu atë menjëherë. Materiali i zbehur dhe inicialet e qepura me kujdes përputheshin me përshkrimet nga dosja e vjetër e rastit. Heshtja në dhomë rëndua ndërsa ai u afrua. Shikimi i tij ishte i fiksuar te fjongoja. Shtriu dorën butësisht dhe e mori atë nga Sofi, duke e kthyer në duart e tij me një kujdes të madh. Inicialet ishin prova e parë reale e historisë së saj të çmendur. Dyshimi që kishte ndjer fillimisht filloi të zbehej, ndërsa studioi shkronjat e qepura me fije të holla. Ulur pranë saj, Harris filloi të pranonte të vërtetën e asaj që ajo po thoshte. Ajo që dikur duke e pamundur po fillonte të kishte kuptim, dhe ai e dinte se duhet të dëgjonte më shumë. Me një ton të ngutshëm ai pyeti për fatin e të mbijetuarve të tjerë. Sofi hezitoi për një çast, por vendosmëria e saj shkëlqeu përmes lodhjes dhe frikës. Ajo e dinte se kjo mund të ishte shansi i saj vetëm për të shpëtuar të tjerët, dhe me një frymëmarrje të thellë filloi të rrëfej ngjarjet e asaj dite fatale të vitit 1988. Ishte një e martë të bukur në prill të vitit 1988. Filloi ajo me zërin e saj të dobët për të mbushur me një qartësi të çuditshme, ndërsa kujtimet u kthyen pas në kohë. Më kujtoi që isha emocionuar kur zonja Hamilton, mësuesja jon, na udhëhoqi klasën tonë prej 23 vetash në pyjet e Millbrookut për një mësim gjeografie në natyrë. Isha 12 vjeç atëherë, një fëmijë e etur për të mësuar jashtë mureve të klasës. Gjithçka filloi si një ditë normale. Zonin, dielli shkëlqente dhe në të gjithë ndiqnim zonjën Hamilton, derisa na tregonte bim dhe gur. Por, kur arritëm në një hapësirë të vogël përmes pemëve, gjithçka ndryshoi. Ajri rreth nesh filloi të shkëlqej dhe të shtrembërohej si valë nxehtësisë mbi fjalë. Zëri i zonjës Hamilton u bë i mbytur dhe u ndjeva një marramendje të papritur. "Fëmijë, qëndroni afër," thirrri ajo, por tingëllonte aq larg, para se të kuptoja çfarë po ndodhte. Toka po shkëmbëtona u shem dhe në ram, duke u rrëzuar në errësirë. Rënja duke sikur gjati përgjithmonë, por përfundoi në një çast. Kur erdha në vete, ishim në një grop të madhe nëntoksore. Gjithçka ishte zhytur në një dritë blu pulsuese që vinte nga muret. Zonja Hamilton kontrolloi të gjithë, duke u siguruar që ishim gjallë, por e vërteta na goditi shpejt, nuk kishte rrugdalje. Muret ishin të lëmuara dhe të larta dhe vrima ku kishim rënë ishte e mbyllur. Ditët u bën javë, javët muaj dhe muajt vite. Mbjetuam me kërpudha të çuditshme që shkëlqenin në ujë dhe nga rrjedha të vogla nëntoksore. Për disa arsye shumica prej nesh mezi plakenin ndërsa koha kalonte. Shpresa filloi të zbehej dhe disa shok të klasës u tërhoqën në vetvete, të mposhtur nga izolimi, por unë kur nuk hoqa dorë nga kërkimi një rrugë shpëtimi. Vetëm dje gjeta një çarje të vogël në murin e shpellës, aq të ngushtë sa mezi u futa. Ajo çoi në një tunel të errët që ngjitej lart. Gjeta diçka, thirrat e të tjerët. Mund të jetë një rrugdalje, por tuneli ishte i rrezikshëm dhe filloi të shembej.
Shko Sophie, thiri zonja Hamilton duke më shtyr drejt hyrjes. Dikush duhet të marrë ndihmë. Me lot në sy fillova të zvarritesha në për tunel, me mori ditë, duke u shtrydhur në për hapësira të ngushta, duke ndjer rrugën më në errësirë. Derisa pash një shkëlqim drite, nuk e dija rrugën në pyll, por isha jashtë dhe e dija se duhet të gjeja ndihmë. Vazhdova të vrapoja derisa trupi im më la dhe kështu përfundova këtu. Ju lutem, shkoni ndihmojeni. Harry si prekur nga rrëfimi kuptoi peshën e situatës. Vendosmëria e tij u rrit për të shpëtuar të tjerët. Me hejs organizuan ekipe speciale dhe burime. Sophie ndau çdo detaj për tunelin e rrezikshëm dhe harta u shtri për të planifikuar rrugën. Harris mobilizoi ekspert për terrenin e vështirë, duke u siguruar që çdo gjë të konsiderohej. Sophie shikonte me shpresë dhe frikë ndërsa operacioni filloi. Në vendin e shpellës, ajo tregoi hyrjen e fshehur. Ekipi zgjeroi kalimin me kujdes dhe çdo lëvizje llogaritu për të ruajtur qetësinë. Kur tuneli u hap, drita depërtoi brenda dhe të mbijetuarit dolën një nga një, të lodhur, por të gjallë. Fëmijët u ribashkuan mes lotëve dhe gëzimit. Sophie ndjeu lehtësim dhe trishtim për atë që mungonin. Harry se falenderoi. Pa ty, kjo s'do të ndodhte. Ajo buzëqeshje e dobët e rëntuar nga kosoja. Millbrook gumëzhinte nga lajmet. Shpella u mbyll për hetime dhe studiuesit kërkuan përgjigje për kushtet e çuditshme. Të mbijetuarit rindërtuan jetët në një botë të huaj, disa më të afërt, të tjerë të vetmuar. Sophie eci në qytetin që dikur e quante shtëpi, tani i huaj. Prindërit e saj të vdekur, shtëpia e shitur, vizitonte pyet por kurrë afër shpellës. A jeni përballur me situata të pamundura që kërkojnë shpresë? Si do t'i përballoni 35 vjet nën tokë? Ndani mendimet për udhëtimin e Sofisë dhe shpëtimin emocional në komente. Bashkoni për më shumë histori.